Nuk kam dëgjuar ofendim më të madh sa ky në një televizion. Shikoj pak këtë. Ç'është e vërteta nga gjitha ato që folëm sot, jetojnë në një kohë putanash, kështu që gjitha vajzat në shpirtin e tyre janë pa putana, kështu që jam gjithsesi me dashurinë personalisht. Putana jeni të rreziti? Kjo është falësh në mënyrë figurative. Jo, nuk është përdorur rreziti se çfarë mendimi im dhe nuk ku ti po putana ti, mo ç'është kjo që përmend kjo moj? Nuk më intereson. Do të vimoj se ke fëmijën tonë, ti përdor putana ti. Ky është realiteti. Ku ti thua putana ti? Ku ti thua putana ti vajzë dashur? Ishte thjesht. Putana ku të përmend? Nuk të thash ty. Ku të përmend? Nuk të thash ty. Ja, të vjen turp, nuk të vjen turp. Realiteti. Çfarë realiteti? Ky është realiteti. Po, fol ti, shiko vetëm tënde ti. Si mund thot një grua këtë për gratë e tjera? A thua nuk e din kjo që ka gra e vajza që punojnë fort, që sakrifikojnë çdo ditë për familjen, për ëndrat, për dinjitetin e tyre pa e shitur veten? A thua nuk e di kjo që ka gra që janë shembuj drite dhe ndeshmërie? Por ajo që trondit më shumë pak, nuk është vetëm fjala e rëndë që e përdor, por se asaj as nuk i shkon në mendje se ekzistojnë gra ndryshe. Dhe ndoshta shikon gjitha gratë si veten sepse nuk di të shoh tjetër. Jezusi tha, drita e trupit është syri, nëse syri është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Por nëse syri është i lig, i gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Nëse drita pra që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Pra, nëse je në errësirë do të shohësh. Pyetja është, si i sheh të tjerët? Sepse shpesh mënyra se si i shohin të tjerët flet për ne, jo për ata. Shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.